Nëpërmet, aty ku sporti ka një vend të veçantë në jetën e qytetit, një vajzë e re po ndërton hap pas hapi ëndrrën e saj. Aurora Dhedhe ishte vetëm 10 vjeç kur nisi të luante basketball, një zgjedhje që me kalimin e viteve po shndërrohej në pasionin e saj më të madh. Edhe pse basketbolli shpesh perceptohet si një sport i dominuar nga djemt, për Auroren nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët. Për të, topi, fusha, skuadra janë pjesë e përditshmërisë së saj. Unë kam që në moshën 10 vjeç jam marrë me këtë sport, edhe gjithmonë më ka pëlqyer, familja ime është shumë sportdashëse dhe gjithmonë më ka mbështetur në këtë rrugtim, dhe gjithashtu tani mendoj se do më kthehet në një profesion. Herën e fundit jemi përballë me Goga Basket, të dy radhët që kemi dalë kampion jemi përballë me Goga Basket, me skuadrën e Durrësit. Gjithmonë kur ne kemi ndeshje këtu, salla mbushat full, ka shumë njerëz që vinë na mbështesin gjithmonë. Gjithashtu profesorët e mi dhe mësuesa Anila kanë pasur një vend shumë të veçantë për mua, në gjithë punën që unë kam bërë, në gjithë sakrificat që ata kanë derdhur për mua dhe në gjithë punën që ata kanë bërë për mua këtu në stërvitje me orë të tëra. Basketbolli i meshkujve është pak më intensiv, por edhe kjo nuk do të thotë që femrat nuk mund të luajnë dhe nuk mund të kenë hapësirën e tyre për të luajtur basketboll. Mendoj se basketbolli i femrave është shumë i mirë dhe shumë i përshtatshëm për të luajtur. Gjithmonë kam dashur që basketbollin tim ta zhvilloj në stadie shumë më të larta, kështu që shpresoj që në një të ardhme, nëse janë mundësit, ta zhvilloj edhe pse jo jashtë shtecit. 4 vite pas nisjes së këtij rrugtimi, Aurora ka arritur një tjetër pikë të rëndësishme, është bërë pjesë e kombëtares së Shqipërisë. Fanella kuqezi, për të nuk është thjesht një uniform, është emocion, përgjegjësi dhe një nga ndjesitë më të bukura që i ka dhuruar basketbolli. Atëherë unë kam qenë 4 vite rresht në kombëtaren e Shqipërisë, kam qenë pjesë e kombëtares së Shqipërisë, kam luajtur aty. 2 vite kemi marrë vendin e tretë, edhe kjo ka qenë një arritje shumë e madhe për mua. Gjithashtu me përmetin kemi marrë pjesë në kampionatin shqiptar, ku 2 herë kemi dalë kampion të Shqipërisë në U16 dhe kam dalë MVP e finales 2 herë rresht. Gjithmonë jemi munduar që ta përkrajmë njëra tjetrën në çdo ndeshje, në çdo sfidë që kemi pasur gjatë gjithë kohës, dhe mendoj se jemi një grup shumë i mirë dhe mendoj se kemi shumë kimi me njëra tjetrën. Pas çdo ndeshje dhe çdo stërvitje, fshihet një vajzë që nuk dëshiron vetëm të luajë basketboll. Ajo dëshiron të rritet si sportiste, të përfaqësojë denjësisht qytetin e saj dhe një ditë të lërë gjurmë në këtë sport. Përmeti, një qytet që e do sportin, është vendi ku nisi kjo ëndër. Tashmë, Aurora sheh përtej kufive të qytetit të saj. Ajo ëndërron që së bashku me skuadrën e saj të arrijë suksese, të bëjë emër dhe t'u tregojë vajzave të tjera se në sport nuk ka ëndra të pamundura. Nga një vajzë 10 vjeçare që hodhi hapat e parë në parket te fanella e kombëtares shqiptare, rrugëtimi i Aurorës sapo ka nisur.